Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam jo pa qëllim e thotë këta që kush zgjohet në mjesht dhe është i sigurt në vendin e tij, pra atij është dhënë shumë. Po të shohësh në ndër urdhrat ose ndër këshillat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është që përhapen islamin, në fshu selam. Për fat të keq tek ne shqiptarët, normalisht kjo ka ngel si background i komunizmit, subkonsciencë formuar në atë periudhë. Pra kur thotë pse më thu selam aleikum se kjo është shprehje arabe. Faktikisht kjo është burimi i parë i sigurisë. Pra kur thotë selam aleikum, pra një ndër kuptimet është që paqja e Zotit qoftë mbi ty. Pra siguria. Po të njëjtën kohë dhe një ndër emrat e Allahut xhaleshanuhu është es-selam. Pra të njëjtën kohë ti personit i ka thënë që Zoti qoftë me ty, që është burimi i sigurisë, edhe burimi i paqes. Një person i cili kur të pret me selam, pra të ofron siguri, unë besoj se nuk mund të vijë e keqja prej atij. Normalisht ka raste përjashtimore, por që nuk mund t'i përgjigjsoj. Kjo është e para, po se ti referohemi Kuranit famlart, Allahu xhaleshanuhu ka filluar sigurinë ndaj besimtarëve, që me sigurinë e shpalljes. Pa kur thotë që ne kemi zbritur Kuranin dhe ne do ta mbrojmë atë. Pastaj Allahu xhaleshanuhu i ka siguruar njerëzit me burimin e riskut, ofisema i riskut ku ma tu adun. Pra Allahu xhaleshanuhu ka dhënë, ju ka shpall të gjitha elementet e sigurisë.